Në sheshin Adem Jashari mbrëmjen e të suçel ekspozita një mbrëmje arti për artistët e vegjël, një ekspozit ku u shpalosën punimet në pikturë të fëmijëve të grupmoshës 10-15 vjeç, e organizuar nga Qendra Kulturore Vlorë dhe Smart Capital, gjithashtu me pjesëmarrjen e studiove Mi Art Art dhe Bruna Aliaj Art Gallery. Jonida Mehmeta, i drejtuese e galerisë Mi Art Art, thotë se në këtë ekspozit u angazhuan 16 artistë të vegjël, të cilët kryen punime si profesionistë të vërtet. Mehmeta i tregon se qëllimi i këtij aktiviteti është të afrojë fëmijët drejt rrugës së artit. Sot jemi të pranishëm këtu në një ekspozitë fantastike të fëmijëve. Ekspozitë e cila duken sigurisht krijuar nga profesionistët. Pra janë piktura të një lloji tjetër niveli, nuk duken si artistë. Pra duhet të mahnitemi me fëmijët, me talentin e tyre, krijimtarinë, pasionin, mënyrën se si e hedhin, pra magjinë e tyre se si e hedhin bojën e telajo, pra është vërtet fantastike dhe i shikoni edhe vetë që fëmijët janë shumë të talentuar. Ky aktivitet kërkon që të sjellë një mbrëmje të magjishme ku prindrit edhe fëmijët të jenë të emocionuar, të ndjejnë artin dhe të ndjejnë punën që ata bëjnë. Arti na jep jetë, gjithmonë arti është pasion, edhe patjetër që të gjithë duhet të fokusohen dhe të orientohen drejt artit, por më tepër fëmijët. Me Art Gallery janë 16 fëmijë, janë diku secili prej fëmijëve mund të ketë 3-4 ndoshta edhe 5 piktura, por ndërkohë ka dhe galeri të tjera që kanë sjell piktura. Është një konkurs, do të jepen 3 çmime dhe ndërkohë organizatorët, të cilët i falenderoj, Smart Capital, i falenderoj për organizimin dhe financimin, do t'u japin nga një dhuratë të gjithë fëmijëve të pranishëm. Gjeksila Ahmataj dhe Leonard Porajshi, mbështetës së këtij aktiviteti, thonë se idea për realizimin e kësaj ekspozite lindi duke parë se fëmijët e klientëve të agjencisë pikturonin bukur, e ndaj u dhanë një mbështetje për këtë të fundit. Sipas tyre, zhvillimi i qytetit pasqyrohet edhe nëpërmjet zhvillimit të kulturës dhe artit në të. Ky është një aktivitet i sponsorizuar nga agjencia Smart Capital në bashkëpunim me 3 biznese të tjera. Ne si agjenci në misionin ton besojmë se zhvillimi i një qyteti nuk reflektohet vetëm me ndërtimet e reja të vazhdueshme. Zhvillimi i një qyteti pasqyrohet edhe me zhvillimin kulturor dhe zhvillimin e artit. Kjo është nga arsyet që jemi shumë krenar sot për të qenë pjesë, veçanërisht pjesë iniciatore dhe organizatore e këtij aktiviteti. Ka qenë një bisedë që ka marrë spunto nga ambientet e zyrave tona, ku familjar, prindër të cilët blenin pronë, flisnin dhe për le të themi fëmijët e tyre, për jetën e tyre kulturore dhe angazhimet e tyre brenda qytetit. Pra, një kombinim i jetës sociale të mirëfillt brenda qytetit. Duke qenë se disa prej tyre kishin fëmijë të angazhuar dhe që kishin këtë talent jo shumë të ekspozuar, dhe në fund ditës arti pa ekspozuar nuk është art, e nisëm nga këtu, nga kaq thjesht, nga një mendim kaq i thjesht, nga një bashkëbisedim i ngrohtë në ambientet e zyrave tona me klientë tanë të brendshëm. Në filozofinë tonë si agjenci, ky nuk është i pari aktivitet që ne sponsorizojmë, apo që përpiqemi t'i japim zë dhe vëmendje. Jetesa është e kombinuar edhe me pjesën sociale dhe ndërveprimin social. Ne nuk jo vetëm punojmë, po dhe jetojmë në këtë qytet, dhe duam që jeta këtu të jetë e larmishme dhe pasur. Kemi aktivitete të mparshme, të cilat i kemi reklamuar vetëm brenda rrjeteve tona sociale, që janë lidhur me financim për fëmijët që kanë qenë pjesë e familjeve në vështirësi ekonomike, ka pasur dhe financime për aktivitete që janë lidhur me gra që i përkasin shtresave më vulnerabël. Qasja jonë është e tillë, sikurse ju thash, është një qasje e kombinuar midis punës dhe jetesës në këtë komunitet, duke ndihmuar kauza të cilat bëjnë sens shoqëror, bëjnë sens social. Profesioni jonë na lidh me shumë njerëz dhe të mirat që na ka sjell ky popull i qytetit të Vlorës, ose më mirë qytetarët e Vlorës, ne mundohemi që të jemi në shërbim të tyre, po edhe t'i ndihmojmë ata për të rritur. Dhe këtu janë fëmijët e tyre, duke u dhënë një mundësi të mirë që të spikaten në profesionin e bukur të artit. Ndihma jonë është ajo që ne i ekspozojmë në prani të shumë qytetarëve dhe si sponsor që jemi do blejmë edhe pikturat e tyre që i këshilloj edhe qytetarët të tjerë të japin një ndihmë fëmijëve për të rritur. Arti për ne është një shprehi e çdo personi. Çdo njeri duhet i lirë
që për të shprehur mendimin e lirë, si në gazetë, si në jetën e përditshme. Ka shumë nga ata që duhet ta shprehin me art. Dhe mundësinë që ju japim ne ta shprehin me art. Në fund të aktivitetit pati gjithashtu ndarje çmimesh për 3 prej pikturave të vlerësuara nga juria si më të mirat, gjithashtu për të gjithë pjesëmarrësit u shpërndan edhe dhurata.